Atë natë, qyteti dukej më i heshtur se kur. Ndoshta ishte era acarte dhjetorit që përplase me dritaret e vjetra të komisariatit, ose ndoshta ajo qetësi e çuditshme që e paralajmëron diçka të keqe, një stuhi që vjen duke u mbledhur ngadalë, e që në fillim duket sikur nuk ka fuqi, por pastaj shpërthen dhe e përmbys gjithçka. Ardian Hoxha, një polic me mbi 20 vite shërbim, po rinte i ulur mbi tavolinën e vet, ndërsa shikonte dosjen e zezë që kishte marrë vetëm 3 ditë më pa. Dosja ishte e trash, e mbushur me prova, fotografi, numra telefoni, emra të koduar, lokacione magazinash, hyrje e dalje malli një rrjet trafiku droge që kishte nisur të përhapej fshehurazi në Durrës e në gjithë Bregdetin Jugor. Por ajo që nuk dinte askush, madje as shefi i tij, ishte fakti se Ardiani kishte hetuar edhe dyshimet personale. Kishte vënë lëvizje të çuditshme tek disa emra, njerëz që dikur i kishte njohur si djem të mirë. Midis tyre edhe një që nuk e mendonte kurrë. Bledar Stafa, shoku i tij i ngushtë prej fëmijërisë. Ai me të cilin kishte ndar bukën, adoleshencën, hallet, ëndrat. Ai me të cilin kishte ndërtuar një vëllazëri që dukej e pasgjidhshme. Ardiani e lëkundi kokën. Nuk mund ta pranonte. Jo pa prova të plota. Teksa po mbyllte dosjen, telefoni i tij ra. Ishte vajza e tij, era 17 vjeçe. Babi, jam në rrugë për në shtëpi. Mos u merakos, mbarova kurset, mirë, shpirt. Dëgjo, ec vetëm në rrugën kryesore. Po vonohem pak sonte në punë. Mos u shqetëso, babi. Të dua, edhe unë, bija ime. Ishte biseda e fundit e qetë që do të kishin. Ora shkoi 21:53 kur era u përplas në xhamin e komisariatit. Ardianit i mbërriti një mesazh nga gruaja. A ka ardhur era tek ti? Nuk është kthyer në shtepi, ai ngriti me njëherë kokën. U ringrit nga tavolina. Një therje paniku i përshkoi kraharorin, era gjithmonë njoftonte. Gjithmonë, i ra telefonit të saj. I fikur, në atë moment një ndjenjë e ftohtë i kaloi nëpër shpirt, sikur dikush i kishte shtypur frymën. Ai e njihte aq mirë këtë ndjesi. E kishte parë qindra herë të prindërit që hynin në komisariat duke kërkuar fëmijët e humbur. Tani ishte radha e tij. 10 minuta më vonë, ai ishte në rrugën kryesore ku supozohej të kalonte era. Vetëm dritat e zbehta të një dyqani ushqimor e ndriçonin trotuarin. Një çantë shkolle roz ishte hedhur pranë një muri, ai e njohu me njëherë. Ishte çanta e erës, jo, pëshpëriti ndërsa gjunjët i dridheshin, e mori çantën në duar dhe ngjeshi fort si të ishte era vet. Në atë çastra telefoni. Numër i panjohur, po. U lëriti ai qetësohu, Ardian. Eja pak më qetë, zëri ishte elektrik, i shtrembëruar. Kush je? Ku është vajza ime? Era është mirë për momentin, por e di që do të na pengosh. E di që po heton shumë. Mund të na qosh në burg. Ndaj e morëm pak për siguri. Po ta prekët vajzën time, ju betohem, mos u nxeh, Ardian. Ti je polic. E njeh rregullin. Çfarë bëjmë ne tani? Bëjmë pazar, Ardiani shtrëngoi dhëmbët, çfarë kërkoni, ndalo hetimin. Fshi provat. Dërgoi tek unë dosjet origjinale. Dhe era kthehet në shtëpi për një orë. Zëri pushoi një moment. Dhe për ta bërë marrëveshje më të ndershme, eja vetëm. Do të vi dikush të marrë dosjet. Nëse thëret dik, nëse flet me ndonjë koleg. Era nuk do e shoh më as dritën e mëngjesit, pastaj zëri mbylli. Dhe Ardian mos harro, ne të njohim shumë mirë. Madje më mirë se ç'mendon. Na njeh edhe ti. Më shumë se ç'beson, klik, linje e mbyllur, Ardiani ra në gjunjë. Të gjithë botën e pa të shkatëruar për një çast të vetëm. Por policët nuk dorëzohen. Jo kur bëhet fjalë për fëmijët, ai u ngrit ngadalë, me një kthjelltësi që nuk ja kishte parë vetes ndonjëherë. I ra sërish telefonit. Analizoi thirrjen. Numër i padekodueshëm. Profesional. Jo amator, këta nuk ishin rrëmbyes të zakonshëm. Këta ishin njerëz shumë të rrezikshëm. Ai shkoi drejt makinës. Eci shpejt por me logjik. Syti kishte të zgjuar, gati të kapnin çdo detaj. Nuk do dorëzohej, jo sot. Jo kur, komisariati ishte pothuajse bosh. Ai hyri fshehurazi në arkivin e krimeve. Mori dosjen e zezë. Dhe më pas doli me një hap të ngadalt. Në rrugë priste një mesazh tjetër. Vim ta marrim dosjen brenda 10 minutash. Largoju nga komisariati. Mos i trego njeriu. Ardiani mori dosjen dhe doli buz një rrugë të errët. Pas 6 minutash u shfaq një makinë zezë, xhamat e errët. Zbriti një burr me kapuç, por një gjë veçante tradhtoi, ecja. Kishte një çalim të lehtë, të njohur, Ardiani ngriti kokën. Zemra i ra në tokë. Bledar.
Njeriu ngriti kapuçin. Ishte ai, shoku i tij i ngushtë, ai që e njihte si vëlla. Më fal, Ardi, tha Bledari me një zë të ulët. Ku është vajza ime? Është mirë, por jo për shumë gjatë nëse nuk na jep atë që duam. Më jep dosjen. Ti pas kësh qenë pjesë e rjetit. Ti ke qenë me ta. Ardi nuk ishte siç mendon. Filloi me borxhe, pastaj me presione, pastaj me mall, pastaj s'munda të kthehesha. Dhe për këtë rrëmbyet vajzën time? Sytë e Bledarit u mbushën me lot. Nuk ishte ideja ime. Të betohem, por ti po na rrezikon të gjithëve. Rjeti është shumë i madh. Shumë më i madh se ç'mendon. Mos e bëj më të vështirë. Jep ma dosjen dhe era shkon në shtëpi. Ardiani e mbajti dosjen fort, gjaku i zjente. Dhimbja dhe tradhtia i vëlonin në stomak. Po ta jap dosjen, tha me zë të qetë. Por dua të dëgjoj zërin e erës. Bledari mori telefonin. E sjellim në 15 minuta. Betim, por Ardiani e njihte. Aq mirë e njihte sa që e kuptoi. Ai po gënjente. Në atë moment e kuptoi se nuk ishte pazar. Vajza e tij nuk do kthehej kurrë me marrëveshje. Rjeti kishte vendosur ta zhdukte. Po ashtu edhe atë, Bledari u afrua të merrte dosjen. Dhe Ardiani që kishte pritur pikërisht këtë moment nxori armën dhe ja vuri te gjoksi. Këtu mbaron gjithçka. Më çon tek vajza ime. Tani. Ose Ardi, mos tani. Makina e zezë pas tyre hapi dritat. Disa burra zbritën. Kishin armë në duar, situata shpërtheu. Ardiani e shtyu Bledarin pas makinës dhe filloi të tërhiqej duke mbuluar veten pas një muri betoni. Një plumë fluturoi pranë kokës së tij. Një tjetër u përplas në mur. Ai vrapoi në errësirë duke shmangur çdo predh. E njihte këtë zonë më mirë se çdo kriminal, në fund shpëtoi. Por një gjë e dinte. Tashmë ishte luftë e hapur. Dhe ai nuk kishte ndërmend të ndalej derisa ta gjente vajzën. Në shtëpi gruaja e tij, Adelina, po qante. Ai hyri duke u munduar të mos tregonte frikën e vet. Do ta gjej, tha ai me zë të dridhur. Të betohem, ajo e mbërtheu fort. Por ai nuk qëndroi as 5 minuta. U kthye drejt derës. Ardi, ku po shkon? Të djeg botën. Për erën, ajo e pase si burri i saj, njeriu i qetë, i butë, i drejtë shndërrohej para syve të saj në diçka tjetër. Në një forcë që nuk do ndalte askush, në një makinë të drejtuar vetëm nga një impuls, të shpëtonte vajzën dhe të hakmerej, jo për një njeri, jo për 5. Por për të gjithë ata që kishin guxuar. Ata nuk e dinin ende, por kishin zgjuar bishën. Atë natë Ardiani mori me vete laptopin, armën e shërbimit, një dosje me emra dhe një vendim të patundur. Ai nuk do t'i dorëzonte provat. Ai nuk do të negocionte. Ai nuk do të lutej, do t'i gjente të gjithëve, do t'i rrëzonte si domino, një nga një, deri njërin që mbante erën, deri tek bosët, deri tek Dorasi, deri tek rënja e keqe, deri tek ai që e kishte tradhtuar, Bledari. Në ekran pash listën e lokacioneve të mundshme të rjetit. Në krye ishte një magazin pranë portit, syve i shkëlqeu një dritë e ftohtë. Atje do fillojmë, bija ime, murmuriti dhe ndezi makinë. Në atë moment filloi një histori që nuk do harrohej kurrë. Një histori ku një baba i shtyr buzë çmendurisë do të thyente gjithë rregullat, gjithë kufit e ligjit, për të gjetur të vetmen gjë që kishte vlerë në jetën e tij. E bien. Dhe do të zbulonte diçka shumë më të errët se rrëmbimi. Diçka që do ta shkatëronte deri në palc. Diçka që do ta çonte të vriste shumë. Shumë më shumë se sa mendonte tani. Era Hoxha nuk e dinte sa kohë kishte kaluar që kur e kishin futur me forcë në një makinë të zezë. E vetmja gjë që mbante mend ishte një dorë e ftohtë mbi gojën e saj dhe zëri i një burri që i përshpëriti. Mos bërti. Për të mirën tënde, ajo u përpoq të rezistonte, të godiste, të çlirohej, por ishte e pamundur. Një batani e vjetër i ambuloi shikimin. U tërhoq, u zhvendos, u tërhoq edhe një herë. Nuk dinte nëse po e çonin në një magazin, në një shtëpi apo në ndonjë vend tjetër. Por një zë dëgjoi qartë në atë kaos, një zë të njohur, zëri i Bledarit, mos e prekni. Kujdesuni që të mos i bëhet gjë. Era ngriti kokën në mbatanie. Zemra i rahu fort. Ajo e njihte. Që fëmijë, shoku më i mirë i babit. Ai që i sillte gjithmonë dhurata për ditëlindje. Ai që e quante Angelusha e vogël, pse ishte aty, pse nuk e shpëtonte? Pse ishte pjesë e tyre, ndërkohë Ardiani kishte mbërritur te magazina pranë portit. E ndezi makinën me dritat e fikura dhe e la në një rrugicë të ngushtë. Nxori armën dhe dosjen me adresat e fshehta që kishte zbuluar. Në fytyrën e tij nuk kishte më frikë, por një përqendrim të rrezikshëm. Ai e dinte. Këta njerëz nuk të lënë gjallë nëse u bie në qafë. Po ashtu dinte. Ai ishte më i rrezikshëm se të gjithë, ishte baba, magazina ishte errët.
Nga brenda dëgjoheshin disa hapa, zëra, fishkëllima mes njerëzve që lëviznin kuti dhe thas. Ardiani e dinte sakt se ku duhej të hynte. Kishte studiuar këtë vend prej muajsh. U fut nga një derë pas me e harruar. Era e kripur e detit përzije me aromën e drogës së përpunuar dhe të lagështirës së vjetër. 3 burra po bisedonin në zë të ulët. Shefi tha televizim ngarkesën sonte. Po policia, shefi tha se e kemi nën kontroll policin. Po ata Ardianin, mos u bëj merak. E kemi vajzën e tij. Nesër mbaron çdo gjë. Ardiani ndjeu një therrje në kraharor. Duart i shtrëngoheshin. Mendja i llogariste gjithçka. 3 burra, 2 armë në brez, njëri pranë derës. Ai i fundit po duartokiste diçka në celular. Ardiani u afrua si hije, këmbë pas këmbës, pa zhurmë, brenda 40 sekondash, kishte neutralizuar të 3. Pa britma, pa qenë nevoja të vriste. I lidhte me litarët e magazinës dhe u mori telefonët. Njëri prej tyre kishte grisur një letër në xhep me një adresë. Shtëpia e vjetër e Qeretit 23. 45 syve të Ardianit ju ndez një dritë. Era po të vi, shpirt, në shtëpinë e vjetër në Qeret, Era ishte e lidhur me duart pas një shtylle të vjetër druri. Dhoma kishte një dritare të thyer dhe një llampë të zbehtë në tavan. Aroma e lagështirës ishte rënd. Një burr me fytyrë të mbuluar i sillte ujë. Pse e bëni këtë? Pyeti Era me zë të dridhur, sepse babi yt nuk e di vendin e tij. Ka futur hundët ku s'duhet. Babai im është njeri i mirë, njerëzit e mirë vdesin të parët në këtë biznes. Qeshi burri duke u larguar, Bledari hyri pas tij, i tronditur, i zbardhur në fytyrë. Era më fal të lutem, mos ki frik nga unë. Ajo nuk foli, vetëm e shikonte me sy të lagur, sytë e një vajze që nuk e besonte tradhtin. Unë s'doja të merrnin, tha i duke i hapur duart. U betova se nuk do të lëndonin. Të betohem se nuk do je shoku i babit tim. E di dhe prap më more, lotët i rodhen në faqe. Bledari uli kokën. U bëra pjesë se një bote të gabuar. Në fillim më detyruan. Pastaj u thellova. Po tani dua të ndaloj. Dua të largohem. Era e pa drejt. Dhe mua më lesh këtu, ai u dridh. Ishte kapur mes 2 botëve. Po përpiqem të ndihmoj. Po luftoj me ta, por më rrethojnë. Nëse dal kundër tyre vdes. Era e vështroi gjatë. Atëherë vdis si burr, jo si tradhtar, fjalët e saj e shpuan si thik. Bledari doli ngadalë, duke mbyllur derën me qelës. Jashtë ai u frymëzua thellë. Ai nuk ishte më i sigurt për asgjë. As për veten, as për atë që do ndodhte. Ndërkohë Ardiani po udhëtonte drejt Qeretit me shpejtësi të çmendur. Fenerët e makinave shkëlqenin si yje të shuar. Era e detit e ndiqte. Çdo kilometër i dukej një orë, çdo sekond një thik në zemër. Por mendja e tij nuk ishte e turbullt. Ishte e qartë si thik. Në krah kishte hartën e lokacioneve. Një listë me 27 emra. Prej tyre 12 i njihte personalisht. 4 i kishte arrestuar një herë. 3 kishin qenë informator. Njëri kishte qenë mik, shoku i tij, Bledari. Ardiani nuk ishte më vetëm një baba. Tani ishte edhe një burr i tradhtuar. Dhe tradhtia ka një dhimbje që të shkatëron rregullat e jetës. Ora shkoi 23. 41 Ardiani ndaloi makinën në një rrugë të vjetër me zhavor. Shtëpia e Qeretit duke e braktisur, e mbuluar me myk. 2 dritare të thyera, një derë druri, por brenda kishte lëvizje. Hapa të shpesht, zëra që vinin nga korridori. Ai u fut nga prapa shtëpisë duke përkulur trupin. Ngjiti muret e vjetra me kujdes, i lëvizi copat e drunta të derës së pasme dhe hyri. Në korridor 2 burra rrini me radio në duar. Shefi tha që këtë natë mbyllim punën. Që nesër policia s'do na pengoj më, emri i Ardit u hoq nga lista. Nëse s'dorëzon dosje shuhen të 2. Ai dhe vajza, Ardiani ndjeu gjakun t'i ngrihej, por e mbajti veten. Nuk fliste. Vetëm vepronte në heshtje, i neutralizoi. I hoqi radio. Pastaj hapi një derë që çoi në katin e dytë. Dëgjonte një zë të njohur, Bledarin. Ai ishte në një dhomë ngjitur dhe fliste me telefon. Po, shefe, mora dosjen, por Ardiani dyshon. Ka qelluar 2 nga tanët. Po et shumë shpejt. Po, Era është këtu. E sigurt, por nuk jam dakorta. Hesht, jo, kuptova. Bëj si thua ti. Ardiani u mbështet në mur. Zëri i tij u kthye në një egërsi që nuk i kishte ndodhur ndonjëherë. Nuk jam dakorta, çfarë? Ta lëndonin. Ta zhduknin, aty e kuptoj, ky nuk ishte thjesht rëmbim. Ishte urdhër një bosi të madh, ishte komplot, dhe Bledari ishte pjesë e tij, jo viktim,
jo i detyruar, por pjesë. Ardiani nuk ndjeu më pikë mëshire, në dhomën tjetër era dëgjoi hapa. Zemra i rrihte fort. A ishte Bledari, apo dikush tjetër? Dera u hap, por nuk ishte asnjë nga ta, ishte babai i saj, babi. Bërtiti ajo duke shpërthyer në lot. Ardiani ju afrua, i preu litarët, e mori në krah me dëshpërim dhe dashuri të përzier. Shpirti babit, jam këtu. Jam këtu. STLM, ajo nuk mund të fliste. Vetëm i shtrëngonte qafën, por gëzimi zgjati vetëm 10 sekonda, u dëgjua një zë nga korridori. Ardiani ngriti syt, Bledari po qëndronte në derë duke mbajtur një armë në dorë. I dridhur, i humbur, i thyer. Ai nuk e drejtoi armën, por nuk u largua, duhej të rije larg, tha Bledari. Duhej na lije, ti e more vajzën time, Bledar. Më detyruan ata më zhdukin nëse nuk bindem. Dhe ti na zhduke neve, po përpiqem të shpëtoj, duke e marr vajzën time? Era Bërtiti, më lëre të iki, tradhtar. Bledari uli syt. Ardi, besom, nuk ka më fuqi mbi ta. Shefi më dha urdhër të qartë. Nëse ti nuk sillje dosjet, Era nuk do të dilte gjallë nga kjo natë. Ardiani e fiksoi me një vështrim të ftohtë. Dhe për këtë u bëre pjesë e tyre. Nuk kisha zgjidhje, kishe. U lëriti Ardiani. Kishe të njëjtën zgjidhje që ke edhe sot. Të zgjidhësh mes të vërtetës dhe tradhtisë. Aty dritaret e shtëpisë u thyen. Njerëz të armatosur po hynin nga çdo anë. Shefi tha, mbaroni punë tani. Bërtiti njëri, Bledari ngriti armën, por nuk e drejtoi te Ardiani. E drejtoi ndaj njërit prej banditëve. Ai u kthye kundër tyre, boll. Bërtiti ai. Nuk prekni aserën, Asadin dhe rëmuja shpërtheu. Era u fsheh pas babait. Zhurma, britma, thirrjet e bandës pushtuan shtëpinë. Ardiani mori vajzën dhe u fut në korridor, duke e tërhequr drejt daljes së pasme. Bledari luftonte për të mbuluar aratisjen e tyre. Ai u lërinte, godiste, zhvendose me shpatullave dhe çdo goditje në murishte thirrje e tij e fundit për pastrim. Era u kthye dhe pas sytë e tij për herë të fundit. Nuk e dinte apo luftonte për ta shpëtuar, apo për të pastruar shpirtin e vet. Ardiani dhe Era arritën të dilnin nga shtëpia. Ai e mori në makinë. Motorin e ndezi me dridhje. Kur makina u nis, Era e pyeti, bab, po Bledari? Ardiani heshti për disa sekonda. Ishte hëna e bardhë që ndriçonte sytë e tij. Bledari ishte mik. Ishte, dhe miku kur të tradhton bëhet më i rrezikshëm nga të gjithë. Era uli kokën, Ardiani vazhdoi. Por nuk e lash të vdiste. Pse? Sepse nesër do të më duhet. Era ngriti kokën. Për çfarë? Ai shikoi rrugën e zezë përballë. Sepse nesër fillon lufta e vërtetë. Dhe unë duhet të zbuloj emrin e shefit të tyre. Dhe Bledari është i vetmi që e di. Era e preku dorën e tij. Baba, do ndalet kjo. Ardiani shtrëngoi timonin. Jo, bija ime. Atëherë ç'do bësh? Ai e pa drejt, me një zë që nuk i duke më njerëzor. Do i gjej të gjithë, do i shkatërroj një nga një, dhe nuk do ndalem derisa të mos mbes asnjë. Këto fjalë ishin betimi i tij, betimi që e ktheu në një legjendë të errët, në një baba që nuk e ndalonte askush, as ligji, as frika, as vdekja. Bora kishte filluar të binte më dendur atë mëngjes. Çdo flok që prekte tokën sillte një dritë të vogël, si të ishte një bekim i qiellit. Fshati dukej si një kartolinë gjallë. Çatit e bardha, tymra që dilnin but nga oxhaqet, fëmijë që vraponin në rrugicat e ngushta. Ndërsa tingulli i këmborëve të kishës përhape në ajër si një premtim për paqe. Ana, e cila po përgatitej të dilte për në fshat, u afrua te dritarja dhe pas se rruga ishte pothuajse e zbrazë. Vetëm një burr i moshuar ecte ngadalë duke mbështetur çadrën në dëborën që i shkëlqente nën këmbë. I duke i njohur dhe papritmas zemra i rahu fort. Ishte gjyshi i Arditit. Ajo u përkul pak tek xhami. Ditët e fundit ai burri qet kishte ardhur disa herë te dyqani i saj i vogël i punimeve artizanale për Krishtlindje. Por gjithmonë duke i shqetësuar, sikur kërkonte diçka më shumë se sa një dhuratë. Ana veshi pallton e trashë të leshtë dhe doli jashtë. Ajri i ftohtë i preku fytyrën e kuqe nga soba e ndezur dhe fryma e saj u përzi me kristalet e borës që binin lehtë. Mirëmëngjes, gjysh Hamdi. Thirri ajo, duke ju afruar, plaku u kthye ngadalë dhe buzëqeshi. Megjithse sytë mbetën të trishtuar. Mirëmëngjes, bi. Ana e pa se ai po mbante një kuti druri të vjetër në duar. Kishte formë zemre dhe dukej se kishte vite që ruhej me kujdes të jashtëzakonshëm. Mos jeni në kërkim të Arditit? Pyeti ajo me butësi. Plaku uli kokën paksa, doja t'i çoja, këtë është traditë e familjes son. Çdo vit, para Krishtlindjeve, ne i japim njëri tjetrit nga një kujtim, por këtë vit s'kemi folur. Ana ndjeu se diçka po i shtrëngonte kraharorin. Keni pasur zënka? Jo, thjesht që kur vdiq gruaja ime, ai është mbyllur krejt. Punon shumë, nuk del, nuk flet.
Sikur ka humbur gëzimin. Ana ndjeu një dhëmshuri të papritur, por edhe një ngrohtësi që nuk e shpjegonte dot. E njihte Arditin, fshati ishte i vogël, i qetë, i sjellshëm, por gjithmonë i largët. Dhe ndonjëherë kur vinte blinte diçka në dyqanin e saj, ai qëndronte pak më shumë tek figura e Angjëllit prej druri, sikur ajo simbolizonte diçka të rëndësishme. A doni t'ju shoqëroj? Pyeti ajo me buzëqeshje. Ndoshta sot është dita e duhur t'i flisni. Plaku ngriti kokën i çuditur, sikur nuk e priste. Pastaj u pajtua me një pëshertim. Rruga deri te shtëpia e Arditit nuk ishte e gjatë, por Bora e bënte çdo hap të dukej si një ceremoni e vogël. Kur mbërritën tek porta, plaku ndaloi, "Ti trokit, Ana, ti ke një lloj drite, ndoshta dëgjon më lehtë." Ajo qeshi paksa e turbulluar, pastaj trokiti but në derën prej druri. Pas pak, dera u hap dhe Arditi u shfaq me fytyrë të lodhur. Por me sytë plot habi kur I pa Ana. "Gjyshi, ka ndodhur gjë?" "Asgjë e keqe," tha Ana me ton të qetë. "Vetëm një vizitë." Plaku I dha kutin djalit dhe u largua paksa që të mos I kletoste momentin. Arditi e mbajti në duar kutin për një qast, I lëvizi gishtat mbi sipërfaqen e saj, sikur po prekte kujtimet e një kohe shumë të largët. Kjo I ka përkitur gjyshes, tha ai me zë të thyer. Ajo më thoshte gjithmonë: "Mos lejo kur që vetmia të bëhet shtëpia jote." Ana e pa me dhëmshuri. Nuk është turp të ndihesh vetëm, por është dhuratë e madhe të lejosh dik pranë. Ai ngriti syt dhe vështroi drejt saj. Në atë moment, përmes dritares së madhe pas tij, Bora duke sikur po binte më e bardhë se kur. "Hyr brenda," tha më në fund ai. "Do të doja të më shoqëroje pak." Ana hyri brenda. Aroma e pemës së Krishtlindjes mbushi gjithë dhomën. Edhe pse dekorimet ishin paksa të pakujdesshme, sikur të ishin vendosur nga dikush që kishte harruar artin e gëzimit. "Ke punuar vetë për këtë?" pyeti Ana. Arditi qeshi lehtë. "Po, është hera e parë që e bëj vetëm." Ajo u afrua te pema dhe vuri re se mungonte një figurë në maj. "Mungon një angjëll," tha ajo. Arditi mori kutin që I kishte dhënë gjyshi, e hapi dhe nga brenda doli një angjëll prej druri, I vjetër, por shumë I bukur, I gdhendur me dorë. Ana e njohu menjëherë. Ishte I njëjti model që Arditi gjithmonë shikonte në dyqanin e saj. "Gjyshja e ka punuar kur ishte 20 vjeçe," tha ai. Çdo Krishtlindje vendoste në maj të pemës, sikur t'i thoshte shtëpisë se gëzimi duhet mbrojtur. "Atëherë vendose," tha Ana. Ai e ngriti figurën dhe e vendosi lart, ndërsa një dritë e artë nga dritarja u përplasi mbi drurin e gdhendur. Dukej sikur angjëlli shkëlqeu për një çast, si të ishte një bekim. "Ana," tha Arditi papritur, zëri I tij paksa I dridhur, "ditët e fundit, ndoshta sepse jam lodhur nga vetmia, kam menduar se ndoshta është koha të ndryshoj." Ajo e pa drejt në sy. "Krishtlindjet janë për këtë, për fillime të reja." Arditi u li kokën një çast, pastaj e ngriti sërish. "Do doje të dilnim bashkë nesër? Të pim një çaj, të shohim dritat e fshatit?" Ana e ndjeu zemrën t'i mbushe me ngrohtësi. "Po, me shumë dëshirë." Jashtë, Bora vazhdonte të binte, si të donte të mbulonte çdo dhimbje të vjetër, çdo plag, çdo mungesë. Ndërsa brenda, dy zemra që kishin endur jetën veçmas, po gjenin më në fund një dritë të përbashkët, një mrekulli e vogël e Krishtlindjeve, e lindur nga një angjëll prej druri dhe nga zemra e guximshme e dikujt që më në fund vendosi të mos jetonte më vetëm. Në horizont, fshati përgatitej për mbrëmje magjike. Pa e ditur se diku në një shtëpi të ngrohtë, kishte nisur një histori e re.